Përshëndetje, emri im është Rahime Berisha. Unë jam një zëdhënëse e tendencës revolucionare komuniste ndërkombëtare. TRKN, RSIT. Në vitet 90-ta ka pasur luftë në Ballkan mes shqiptarëve nga Kosova dhe Serbisë. Arsyeja e luftës ka qenë se Kosova është pushtuar për një kohë të gjatë nga Serbia. Shqiptarët nga Kosova nuk kanë dashur të durojnë më këtë dhe kanë nisur luftën për shlirimin e tyre. Ne kemi mbrojtur veten dhe kemi luftuar për Kosovën e lirë dhe të pavarur. Ushtria serbe e humbi luftën dhe u duhet të tërhiqet nga Kosova. Qeveria në Beograd ende nuk e njeh Kosovën si një shtet në veti dhe përsëri mundohet ta marrë Kosovën nën kontrollin. Ende po ka konflikte ndërmjet popullit tan shqiptar dhe serb, edhe pse lufta në Kosovë që 17 vite është përfunduar. 3 pika janë kryesore pse po ndodhin këto gjëra. 1. Mitrovica në veri të Kosovës, aty është Trepça Menira dhe punojnë punëtorët shqiptar dhe serb. Menira është në kontrollin e shtetit serb. Ne komunistët revolucionar kërkojmë Menirën e Trepçës në kontrollin e minatorëve shqiptar dhe serb. Duhet të prodhohen sendet për popullin, jo për të pasrit. 2. Rajonet mes Serbisë dhe Kosovës, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, por dhe pjesa më e madhe serbe në veri të Kosovës. Për këto zona po diskutohet dhe po debatohet vazhdimisht se a janë pjesë të Serbisë apo të Kosovës. Ne sugjerojmë që në këtë rejone le të voton populli se a do të bashkangjitet Serbisë apo Kosovës. Këto fushata duhet të përfshijnë pa ushtruar forcë dhe presion mbi njerëzit. Nëse shumica e shqiptarëve është për të bashkuar Shqipërisë, ne komunistët revolucionar do të hyjmë për një Shqipëri të bashkuar, për një Shqipëri socialiste të vërtetë. Në një Shqipëri të tillë, të vërtetë kanë punëtorët dhe të varfërt pushtetin, jo si në kohën e regjimit të Enver Hoxhës dhe të shtetit e të partisë burokratëve. Gjendja sociale në Kosovë, zbotimi nga Beogradi, grabitja nga BE-ja dhe SBA-ja, dhe bandës të burokratëve, të shqiptarëve dhe të pasur të cilët sundojnë në Kosovë, ka shkaktuar një situatë të tmerrshme sociale. Shumë njerëz, si dhe familja ime, kishte për të lënë shtëpinë, tonë jo vetëm për shkak të luftës, por dhe për shkak të mungesës të shpresës. Ne themi si revolucionarë, punë, strehim dhe bukë për të gjithë. Kjo është e mundur vetëm në qoftë se të gjithë koncernat e huaja dhe të gjithë pasurinë të dorëzojnë në dorë të punëtorëve, që të kontrollohet dhe të prodhohet nga punëtorët. Ne komunistët revolucionarë jemi kundër politikës nacionaliste dhe racizmit. Nxitje kombëtare nuk na ndihmon as pak neve të varfërve dhe punëtorëve. Nuk ka besim në qeveri, as në qeveritë e Serbisë, as në qeveri shqiptare. Të dyja qeveritë shërbejnë në interesat të imperializmit amerikan, BE-s dhe Rusisë, si dhe të pasrit vendas. Vetëm për interesat e klasës punëtore dhe të popullit nuk punojnë. Prandaj, punëtorët serb dhe shqiptar duhet të luftuar së bashku kundër qeverisë marionete në Ballkan dhe kundër SBA-s, BE-s dhe Rusisë. Si e bëjmë këtë? Ne duhet të mbajmë së bashku në punëtorët serb dhe shqiptar. Ne punëtorët nuk duhet të bimë në propagandë të qeverisë marionete që është aktuale në Ballkan, që mundohet të na nxitojë neve mes veti. Ne punëtorët duhet të organizohemi, pa marrë parasysh a jemi punëtor serb, shqiptar apo tjetër origjinë. Ne duhet të qëndrojmë së bashku dhe të organizohemi kundër SBA-s, BE-s dhe kapitalistëve të Ballkanit. Ta mbrojmë veten dhe të luftojmë për të drejtat dhe qëllimet tona së bashku. Ne jemi për drejtat të barabarta për të gjithë kombësitë, pa marrë parasysh a janë serb, shqiptar, rom, bosnjak apo turk. Të gjithë popujt kanë të drejtë të flasin në gjuhën e tyre dhe të praktikojnë fenë e tyre. Socializmi i vërtetë nuk ka të bëjë asgjë me stalinizmin ose me Enver Hoxhën apo me Titon. Ne si revolucionarët e vërtet jemi për një demokraci të klasës punëtore dhe të varfër, jo për një diktaturë të burokracisë. Mira trockista janë vrarë nga stalinizmi për shkak të këtyre objektave. Në traditën e tyre qëndrojmë edhe ne. Ka trupa okupuese, amerikane dhe të BE-s, që janë vendosur në Ballkan me arsyetim ne ruajmë paqen në Ballkan. Kjo është një gënjeshtër. Ata janë atje për të na mbajtur si koloni dhe për të siguruar se Ballkani mbetet i varfër. Ka dhjetra dëshmime se gratë në Bosnjë dhe në Kosovë janë dhënuar nga trupat e NATO-s. Përfshirë janë dhe vajzat e mitura në 18 vjeç. Në shtëpitë, bordelet e tyre, vajzat e vogla janë detyruar që të bëjnë seks dhe të gjitha këto gjëra në emër të paqes të NATO-s. Ne punëtorët dhe me ne të gjithë të varfrit
Duhet që të tërhiqim të gjitha trupat e vendosura që janë nga SBA-ja, KFOR-i dhe OLEX-it. Trupat nuk janë vendosur për paqen në Ballkan, por për të siguruar kontrollin ekonomik dhe ushtarak në Ballkan për veti. Është koha që ne punëtorët të organizohemi dhe të luftojmë së bashku. Ne komunistët revolucionar jemi për Kosovën e lirë dhe të pavarur. Menira, Trepça në veritë e Kosovës duhet të mbetet në kontrollin e punëtorëve. Për një Shqipëri të bashkuar ku shqiptarët duan ketë. Jo nacionalizmit, nacionalizmi nuk na ndihmon. Për solidaritet ndërkombëtar për të gjithë të shtypurit nga Kosova në Palestinë dhe kudo. SBA dhe BE, trupa tërhiqen nga Ballkani. Për një federatë vullnetare të popujve të Ballkanit si pjesë e një Evrope socialiste. Një botë, një betejë, një revolucion.